kur kom shku tash me pyet edhe te disa tjera, unë e kom pasur, s'ka kom ditun edhe çmimet që kanë qenë edhe. E kom pa që, do me thonë, aty shtëpi nër 5-600.000, 700, 800, 900 nuk. Dhe kom has në shtëpinë e Jusuf Krasnicit. Edhe keni vendosur e kom thirr Jusufin edhe kom bisedu. Ai ka qenë një drejtor në Dardania, një kompanie dhe një njeri kogja i dashtur, një njeri shumë korrekt në këtë punë dhe ka thonë Adnan po për Ibrahim Rrugovën unë e shes. Shtëpin 800.000 euro, asni marka, po flasim tash, asni cent nuk e shes. Mirë po për Ibrahim Rrugovën i hjeku edhe 700.000 marka. Edhe ju e keni blerë? Dhe një minutë, jo. Kom shku te profesori edhe ja kom referuar Rrugovës. Dhe i kom thonë, çka po bojmë kryetar kështu. Ai ka thonë, po kësër falë me Zenelin e me Bukoshin, do me thonë, një farë mënyrë, ka dasht me thonë edhe qka, bëni ju që atë doni mu ves komunikom ne, se Rrugova ka qenë i tillë në këto sende. Në një farë mënyrë, ja kem lonë Kosovën ati, kënej, më pas të shqiptarhone që ma bëj shpidi, kjo është ajo që unë mund të thëmë në këtë distancë kohore. Dhe, qka kom bënë, kur e kom pa që pak Rrugova një farë mënyrë si hezitojke, kom thonë, kryetar, e bojmë kështu, e bojmë me qira, 6 muajt e parë, e mas 6 muajve po kësyrim, se ishte edhe komunikimi me Bukoshin pak e vështirë. E kom lutë, këtë Jusufin dhe ka pranuk. Ajo është marë me qira, edhe është një kontrat, është një letër që jo bo për shfrytëzim të saj, dhe o konë qmimi caktum, ato që me bo më mbetë sa, konë besom që nuk e di që ta shtak. Dhe kështu ka ndodhë, kanë kalu 6 muaj, ne ati, as si kem pagu qira, as që kem ble shpin. Dhe kemi ardhur në një situatë koqatronë. Këtu ka pas hezitime mandej për i Bukoshit për bashkëpunim, dhe vetëmja mënyrë për me pas sot unë një dëshmi të te kur po flasë, që qito qapi flasë janë vërteta, janë letrat që unë ja kom dërgu Bukoshit, se unë e kom ditë që s'kam tjetër argument për mi tregu dikujt çka po ndodh, sepse ai filloi me hezitu në këtë punë. Arsyet nuk e di, me pagu. Çka ka ndodhur me shtëpinë? A u ble, a u pagu? Një minutë, domethënë nuk u pagu shtëpia, hiç kaloi ke koha nuk u pagu dhe presioni i madh tash, presion kryesia LDK-s kishte impakt në këto se si konsultu. Rrugova ishi vetëm me që Zenel Kelmendi dhe Bukoshi filloi mos me qenë korrekt ndaj këtyne sendeve që i ka bo edhe që i ka caktu vetë dhe kjo kështu ka shku. Mandej me Jusufin Krasnicin të ndjerin kem kërku mirë kuptim që vjen dita dhe mandej ka pas iniciativa me bo me naj donacion me mbledh pare ku ta di. Shkunë Cyre, Lugano për me taku biznesmen për me mbledh para. Shumë krejt kum bo publiku se ka pas tash edhe njerëz që kanë pengun këtë sen. E ka pas fjale, au ble shtëpia. Në ndërkohë na ka dalë në ndihmë një biznesmen i Kosovës që i ka dhonën 200.000 marka hua për shtëpi. Dhe ato 200.000 marka i ka dhonën Adem Dëshishku Bali i Lesnës. Edhe me ato u ble shtëpia apo u pagu një pjesë? Me ato janë dhonë një pjesë shtëpia, u konë 700.000 euro e godet e bleme një farë mënyre dhe janë dhonë 200.000 euro të para Jusuf Krasnicit dhe këto janë dhonë vitin 1996. Do më thonë, mere me mend sa kohë gjatë, kemi najt as pagojës, as kësi, as bile kë Jusufi ka pas edhe nevojë dhe për shëndet, se ka pas shëndetin e keq dhe... Çka ka ndodhur mandej? A është pagu pjesa tjetër? Mandej, do më thonë po flasim për vitin 96, mandej ka fillu, është pagu edhe një pjesë për këshillit për financim, ky Kastrati, Ismail Kastrati ka ndihmu, dikun nëse nuk gaboj edhe 100.000, 200.000, sakt nuk e di, mandej iniciativa për mja kthyje këtij Dëshishkut, se do më thonë jëmë konë mjetit të vazume, por nuk kem pas presion, a i ka toleru, dhe edhe këtu kem pas vështërsi, dhe lufta na kanë zonë në këtë send pa përfundum, me disa. Dhe mandej, jemi këthy, dijet historia, krejt asaj, unë jam tërhjek dhe mas andej shtëpia është pague në forma që unë s'jam kompetent, as nuk e di ma të tjetë.